5 minuta me Zotin. Ngritja. E krimtja e shëlbimit na kujton të ardhmen tonë, hyrjen tonë në qiell. Ajo na zbulon fuqishëm se njeriu më në fund e mori vendin e vet për krah hyjt. Këtë gjë Jezusi e fitoi me flijimin e vet. Ai na hapi qiellin. Udha jon na çon në qiell. Udhtojmë drejt banesës së përjetshme, në të cilën do të jemi përjetësisht e lidhur me Atin, Birin dhe Shpirtin Shenjtë, në atë mos që lejojmë që tashmë këtu mbi tokë Trinia e Shenjtë të na përfshijë dhe aq sa ne hyjmë në te. Për këtë arsye, nxënësit me gëzim kthehen në Jerusalem. Janë të vetëdijshëm dhe besojnë thellë se kanë korr fitore mbi vdekjen, e cila tashmë njeriu nuk e ndan nga hyi. Dera e qiellit është hapur përgjithmonë për ne. Jezusi hyri i pari nëpër te. Kjo është porosia e shëlbimit. Të 11 nxënësit shkuan në Galile, në atë mal ku kishte urdhëruar Jezusi. Kur e panë, e adhuruan, por disa dyshuan. Jezusi u afrua e u tha: "Më është dhënë çdo pushtet në qiell dhe në tokë. Prandaj shkoni e bëjini nxënës të mi të gjithë popujt. Pagëzoni në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Mësojini të zbatojnë gjithçka ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju gjithmonë, deri në të sosur të botës." Shën Mateu në këtë mënyrë përfundon ungjillin e vet. Jezusi zbulohet si Zotëri i qiellit dhe i tokës. Ai është fitimtari përfundimtar. Ai e mori krejt pushtetin. Ky është përfundimi dhe plotësimi i misionit të tij. Tani ka mundësi të dërgojë nxënësit në mbar botën. E morën fuqinë e Zotërisë së ngjallur. Shpirti i hyj do të jetë në ta. Kisha do të lindë dhe do të përhapet me fuqinë e pagëzimit në emër të 3 personave, në fuqinë e Trinisë së Shenjtë. Në fund, Jezusi premton praninë e vet dhe të qenit e vet me nxënës dhe besimtar deri në të sosur të shekujve. Plani i madh i hyjit u plotësua. Mirë po, duhet që të përhapet me tutje që ta përfshijë mbar njerëzimin, të gjithë njerëzit, secilin e veçanti. Kjo është detyra e kishës. Kjo është detyra e të pagëzuarve. Kjo është detyra ime personale. Të jesh nxënës i vërtet dhe besimtar i vërtet, të dëshmosh për hyin dhe të ruash urdhrimet e tij. Të falenderoj o Zot që mbetesh me ne, që punon edhe me tutje së bashku me ne. Në shpalljen e ungjillit tënd nuk jemi të vetmuar. Na ndihmo që të besojmë pa u lëkundur në praninë tënde. Na ndihmo që pagëzimi të cilin e morëm të jetë i dukshëm dhe veprues në jetën tonë. Bota në të cilën jetojmë le të shohë në ne dashurinë që është reflektimi i asaj dashurie që është brenda Trinisë së Shenjtë, në shenjën e të cilës kemi pranuar pagëzimin tonë. Në fund, Jezusi u deftua të 11-ve dhe u tha: "Dilni në mbar botën e predikoni ungjillin të gjithë njerëzve. Kush do të besojë do të pagëzohet, do të shëlbohet, ndërsa kush s'do të besojë do të dënohet." Zotëria Jezus, pasi u tha kështu, u ngrit në qiell dhe rrenët e djathtë të hyjt, kurse ata dolën e predikuan gjithkund. Zoti bashkëpunonte me ta dhe përforconte fjalën me mrekulli që e përcjellnin. Shën Marku, ungjillin e vet e përfundon në këtë mënyrë. Edhe ai shënon urdhrin e Jezusit që ju jep nxënësve që të shkojnë në mbar botën dhe ta predikojnë ungjillin. Predikimi dhe dërgimi tashmë nuk janë të kufizuara vetëm në Palestinë. Ungjilli tashmë nuk njeh kufi. Duhet të shpallet të gjithëve. Kush e pranon jetën dhe shëlbimin. Kush e refuzon, me këtë refuzim dhe shkon vetveten. Jezusi hyri në qiell, kthehet tek Ati.
por e premton bashkëpunimin dhe praninë e vet gjatë shpalljes që do ta bëjnë ata që besuan në te. Këtë gjë apostujt do ta ndjejnë dhe do ta përjetojnë konkretisht gjatë dërgimit dhe shpalljes. Zotëria është me ta. Ai bashkëpunon me ta. I përforcon dhe i ndihmon gjatë përpjekjeve të tyre. Kjo gjë ju dha siguri të veçantë në misionin e tyre. Ai është i pranishëm në ndarjen e sakramenteve përmes të cilave ndahet edhe përhapet hiri i lajmit të gëzueshëm. Ai është me mua dhe sot kur i ndaj sakramentet, kur predikoj, kur dëshmoj në bashkim me kishën. A besoj se Zotëria është me mua dhe se bashkëpunon duke përforcuar fjalën me praninë e vet? Jezusi u tha nxënësve të vet: "Kështu është në Shkrimin Shenjtë. Mesisi duhet të psojë e të ngjallet se vdekurit e tretën ditë. Në emër të tij do të predikohet ndër të gjithë popujt. Ju jeni dëshmitar të kësaj gjëje." Atëherë i mori me vete deri në Betani, i çoi duar dhe i bekoi. E ndërsa po i bekonte, u nda prej tyre dhe u ngrit në qiell. Ata ranë përmbys para tij dhe adhuruan, e me gëzim të madh u kthyen në Jerusalem dhe vazhdimisht ishin në tempull duke i dhënë lavdi hyjt. Jezusi, duke u larguar, i bekon nxënësit e vet. Ky është gjesti i tij i fundit ndaj nxënësve. Ky është bekimi që të jenë të guximshëm për të filluar një jetë krejtësisht të re. Ky është testamenti i Jezusit, shenja e hirit e padukshëm që do t'i përcjellë në të gjitha udhët e tyre. Ata do të jenë të vetëdijshëm se në ta ka pushuar bekimi i Zotërisë. Prandaj e kanë gëzimin në zemër dhe në fytyrë, edhe pse Zotëria është duke shkuar. O Zot, bekimi yt pushon edhe në mua. Ai më mbron nga fuqitë e këqija. Ai më mbush me siguri. Te falenderoj që më bekon. Te falenderoj që në këtë mënyrë më përcjell në udhtimin jetësor. Hyj i qoftë me ty në të gjitha udhët të jetës sate duke të bekuar.